Mban mend ftesën tënde të parë? Ekipi Brindisit. Puna menaxherit duket kur i merr që është askushi dhe bëhet dikushi. Ka menaxher serioz sot në Shqipëri, po ka dhe shumë sekser. Sa i lirë ke qenë ti për të bërë punën tënde te Partizani? A ka në Shqipëri, në kampionatin tonë, president që merr vesh nga futbolli? Ne kemi presidentë që janë ndërtues. Vllaznia është si Brazili i vogël i Shqipërisë. Si po e drejton ekipin trajneri aktual i Partizanit, Kërnaja? Është trajner me pak eksperiencë në kampionatin ton, edhe po dalësh kampion, ke nxjerr lekët e shpenzimit për vitin tjetër. Mirëmbrëma miq të Topcast, mirë se vini në një tjetër episod. Sot kam kënaqësinë të kem pranë meje një personazh mjaft interesant, tashmë drejtor sportiv ose më saktë ish drejtori sportiv të ekipit Partizanit. Sokol Haxhia, faleminderit që jeni pjesë e Topcast. Faleminderit për ftesën. Sokol, pikë pari përpara se të vazhdojmë të flasim për gjithë eksperiencën tënde, për atë që të pret përpara, ne në Topcast gjithmonë kemi një prezantim për veten. Sokol Haxhia, kush është Sokol Haxhia, një fjali prezantuese për gjithë ato që na ndjekin? Sokol Haxhia është një shqiptar që në moshën shumë të vogël la Shqipërinë dhe shkoi në Itali si të gjithë shqiptarët e tjerë emigrat. Këtu kam luajtur me domethënë deri te ekipi i trinjve i Partizanit. Dhe pastaj vazhdova pjesë karrierës time në kategori 3, kategori 4 në Itali. Dhe prej 2004-s deri para 2 vjetësh kam bërë punën e menaxherit të lojtarëve dhe trajnerëve. Dhe mas një periudhë prej 20 e sa vjetësh preferova gjithë atë bagazh që kam, gjithë atë eksperiencë që kam kriju, të devijoj duke marrë domethënë dhe kërkuar të bëj rolin e drejtorit teknik o drejtorit sportiv në një klub. Prandaj u ktheva këtu në Shqipëri, domethënë me për këtë objektiv, po. Sokol, nga e kuptove që futbolli do të ishte rruga drejt suksesit tënd, që do të ndiqte gjatë gjithë jetës? Domethënë kur kam filluar futbollin, nuk ekzistonin akademitë siç ekzistojnë sot, seleksionimin ta bënte lagja. Vendi ku rritesh, sepse duke lujt, çifshin një ditë, çifshin 2 ditë, çifshin 3 ditë, pastaj njerëzit flisnin, thonë jo pse nuk shko te Partizani, pse nuk shko te Dinamo, pse nuk shko te Tirana, e kështu ka qenë. Derisa një ditë vendosa, domethënë me ndihmën e një ish lojtarit Partizanit, Rafet Pasarjan Ahmetaj, ishte ai që më shtyu që t'u afroja klubit Partizanit, dhe jam afruar te Partizanit e mosha 10 vjeç. Çfarë, okay. Dhe aty fillova domethënë gjithë ecurin, derisa ditën që mora dhe shkova në Itali. Mban mend ftesën tënde të parë në një ekip serioz aty ku e nise me rrogë, le të themi kështu? Atëre, unë ekipin e parë serios që kam nisë me ro ka qenë ekipi Brindisit në serien C italiane, po nuk ishe i ftesë, unë kisha arrit si refugjat në qytet, kur arritën mbi 30-40.000 shqiptar për 2 ditë, dhe tek seleksionimi që të bënin, domethënë, kush je, cili je, ku ke lindë, pyesin edhe çfarë punë e bën. Unë isha 17 vjeç, 18 vjeç, edhe i thash vetëm futboll kam luajt. Edhe aty pastaj erdhëm kërkuan ato drejtuesit e Brindisit, morën provë. Dhe që ditën e parë që shkova, direkt ulëm, edhe aty fillova pastaj karrierën, lekët e para. Sa ishin lekët e para? Lekët e para ishin lekët sa në atë kohë në Shqipëri, do të them, unë kontratën e parë që kam pas mund të ketë qenë tek 22 milion lireta në vitet 92-93, por në Shqipëri bote 3 milion lireta një apartament. Domethënë ishin goxha për momentin që i kalote Shqipëria. Mbas asaj eksperience, kur je kthyer te Partizani apo si kthyer më duhet? Okay. Jo, domethënë si futbollist, jo. Domethënë kam marrë do të thënë gjithë karrierën tënde si futbollist, pothuajse e ke zhvilluar në Itali. Në Itali. Aty çfarë ka mësuar ajo eksperiencë në Itali? Si ishte futbolli atje? Domethënë futbolli në Itali është, mendoj, domethënë për çdo njeri, unë flas për Italinë, po mendoj edhe në Gjermani dhe në vendet e tjera kështu do jetë, të mësosh shumë nga ana
profesionale. Dhe më thënë t'jep një edukat pune, një edukat dedikimi për punën që bën, të kurosh trupin tatë, se në fund fare futbollistët janë makina është trupi vetë. Normal, po. Dhe t'japin edhe një lloj, sepse duke parë, ti merr eksperienca që pastaj do të shërbejnë në jetë, sepse unë kam provu edhe me djalin tim, do të thonë, me taniste me futboll, sepse sot është DJ, por sepse futbolli ti jeton në grup me 20-25 persona, edhe ajo të mëso kur je i vogël se si të rish në shoqëri, sepse është simpatiku, është antipatiku, është i miri, është i keqi, dhe për mendimin tim është edhe si sport që të edukosh shumë. E vërtet. Pastaj vendose të rikthehesh në Shqipëri për të marrë rolin e menaxherit kështu. E ke bërë në Itali? Rolin e menaxherit e kam filluar në Itali. E ke filluar në Itali. Po. Atje e kam bërë për 22-23 vjet. Dhe pastaj gjithmonë kam pas këtë idenë që një ditë të bëja drejtues klubi. Si që fillova në fillim karrierën e menaxherit, që fillova të menaxhoja lojtarët e parë shqiptar, edhe si drejtues klubi preferova të filloja nga Shqipëria, sepse është vendi im, njoh ambientin, dhe pata këtë eksperiencë të Partizani. Gjatë kësaj karrierë në Itali si menaxher, cili ka qenë ai lojtari që ke shitur më shumë, ke blerë më shumë, lojtari që ka pasur shumë të madhe? Jo, në shifra, unë mund të kem menaxhuar mbi vetëm lojtarë të ekipeve kombëtare mbi 20. Dhe lojtarët, domethënë, që kanë bë, si më thënë, puna menaxherit duket kur i merr që është askushi dhe bëhet dikushi. Po. Ka qenë për shembull Armando Sadiku, që këtu lunte te Terit Elbasanit dhe çovan Zvicër. Armando Vajushin, domethënë që ishte një ndër shqiptarët e parë që po hyte në Serie A te Kievo. Bogdani, që është legjend e futbollit shqiptar, po edhe Ledian Memushaj, Emanuel Endoj, domethënë kam filluar me brezin e parë shqiptarëve të Shqipërisë, dhe pastaj ju dedikova më tepër shqiptarëve që ishin rritur nga ana profesionale në Itali. Sa e vështirë ka qenë për ty të menaxhosh lojtar shqiptar? Ndoshta qoftë nga mentaliteti ose nuk është e thjeshtë, domethënë të menaxhosh, sepse në shumë familje, po jo vetëm në Shqipëri, edhe në familjet italiane, lojtarët kur janë të vegjël shifen nga familja si një trufe që nesër pas nesër do i sjellë të ardhura. Po. Domethënë nuk është e thjeshtë ta izolosh një lojtar, se puna menaxherit kjo është, ta izolosh nga gjitha gjërat që mund të influencojnë negativisht tek atë që ai jep në fushë për ditë. Dhe ndodh që sidomos me lojtarë shqiptar, kur firmosnin kontrata me shumë lek, fillonin familjet, baba të blejmë shtëpinë, nëna të blejmë dyqan, vllai të blejmë makinë. Po bëjmë planin se Domethënë nuk ishte e thjeshtë. Por mendoj që fillimi kur kam filluar ka qenë shumë e vështirë, sepse edhe figura e menaxherit në Shqipëri nuk ekzistonte. Sot në një farë mënyre është po merren shumë veta, edhe njerëz jo të sektorit, ka më tepër ka menaxher serioz sot Shqipëria, po ka dhe shumë sekser. Njerëz që i futen për një shifër të vogël, të kapin diçka, dhe janë edhe këto personazhe që edhe i bëjnë që ndonjëherë presidentët e klubeve të bëjnë një gabim, sepse bëjnë që të ndohen, po, që ndjekin një profesionist, ndjekin kushdo që i sjellë lojtar në tavolinë. Po. E vërtet kjo rëndon në kampionatin shqiptar, besoj e di më mirë se sa unë, sepse ke qenë i profilit. Më pas të erdhi një ofertë për të bërë drejtori i Partizanit. Më thua njerëz të erdhi oferta, ti e kishe vendosur që do vazhdoje si drejtues në Shqipëri? Unë kisha gati 2 vjet që rria në mënyrë stabile këtu në Tiranë, Shqipëri, dhe më kontaktoi presidenti Demi,
për mu ishte, domethënë, kur ram dakord që fillova punën dhe fëmijët e mi e morën vesh, është diçka e bukur që ti ikën nga Shqipëria që je pjesë e Partizanit dhe kur kthehesh në Shqipëri e fillo po aty ku e ke lënë. Domethënë ishte Po, një e gjë vërtet kjo, po shumë edhe bukur. emocional sepse unë jam rrit te Partizani. Si të erdhi ftesa? Më kontaktoi presidenti dhe më tha, folëm për 1-2 javë, domethënë shohnim, shifnim ndeshjet bashkë, diskutonim, domethënë një farë mënyre do të çifte edhe personin tim, domethënë çfarë mund t'i jepsh, edhe pse Shqipëria është e vogël, domethënë Po. me 4-5 persona e merr të gjithë informacionin për kë ke përballë dhe pastaj fillova punën. Mos gaboj, ke marrë Partizanin në një nga momentet më të vështira, apo? Po, unë kam filluar te Partizani në mars vjet, kur kishte një muaj që ishte larguar një trajneri që kishin dhe ishte vënë drejtori sportiv Abil Alia, ishte vënë trajneri i ekipit, edhe ishte një moment, domethënë, që në skuadra po rrezikonte pjesëmarrjen katëshe, edhe kisha arritur edhe gjysmëfinalen e Kupës Shqipërisë. Po. Në momentin që fillova unë, mas pak ditësh bëm zgjedhjen që morëm trajnerin Ngega, dhe aty pastaj zhvilluam fundin e kampionatit, gjysmëfinalet e Kupës, derisa shkum në Final Four dhe arritëm zëm vend e tretë, domethënë kur lutëm për vend 3-4 me Dinamon. Rikthimi i Skënder Gegës Partizani e zgjodhët ju, apo presidenti, apo ishte një ide përbashkët? Presidenti pyeti disa, sepse në atë kohë, domethënë kur kam qenë unë te Partizani, ishte drejtori përgjithshëm që ishte Orci Rama, drejtori sportiv dhe unë që isha drejtori teknik. Plus kishte shumë këshilltar që e rrethonin presidentin. Në diskutime e sipër u arrit në mënyrë të përbashkët që atë trajneri që mund të bote për Partizanin në atë moment ishte një që njifte ambientin dhe pse jo një trajner me eksperiencën, me CV-n dhe me karizmën e Skënder Gegës. Ku thua këshilltar, presidenti, cilët janë këshilltarët e presidentave në kampionatin tonë? Atëre, unë në shumë skuadra këtu shoh që presidentët vetë janë të rrethuar nga miq, shokë të vjetër, ndonjë ish futbollist i skuadrës ku ato janë president dhe ndodhi çike kundërta asaj që unë kam parë në Itali, domethënë ku ekziston një staf teknik, domethënë dhe për çdo zgjidhje ato përgjigjen, domethënë nëse shko puna keq, janë ato të parë, domethënë që rrezikojnë vendin e punës, ose nëse shkojnë gjërat mirë, janë ato që marrin edhe lëvdatët më të mëdha. Këtu në Shqipëri ndodhi çik që këshilltarët e presidentit hudhin llafin, ti duhet të zgjedhësh të bësh atë që thojnë ata, dhe në fund fare, nëse nuk vjen rezultati, është drejtori, trajneri, drejtori përgjithshëm ata që kanë gabuar për opinionin publik. Po, e vërtet, po. Këtu, sa i lirë ke qenë ti për të bërë punën tënde te Partizani si drejtor? Atëre, punën time si drejtor, sepse në momentin që unë fillova te Partizani, skuadra ishte e bërë. Domethënë, e vetmja gjë që unë mundova të bëj ishte së bashku me trajnerin të marrim grupin e bashkuar në element që deri në atë kohë mund të kishte dhënë një prestacion fush jo shumë të mirë, domethënë punova më tepër nga ana psikologjike me ato lojtarë që në fund fare do na bënin edhe diferencën në fushë. Kurse punën si drejtor, domethënë te zgjedhjet e mia nuk më dha shumë kohë sepse merkato filloi me 1 qershor. Unë arrita të ofroj 3 lojtarë,
bëra i punë të madhe, domethënë në që për mendimin tim kisha zgjedhur dhe lojtarë tjerë shumë të mirë, por siç thash, kur ka rryma brenda klubit dhe nuk ju përpuqen idetë me ato të mia, preferova në momentin që iku dhe Skënder Gega, nuk kishe kuptim, domethënë të vazhdosh punosh Dhe mos të dëgjohet fjala. Dhe mos dëgjohet fjala, sepse në fund fare, nëse gjëra shkojnë gabim, je ti që je drejtori teknik, domethënë edhe te zgjedhjet, por ishte eksperiencë e parë, nuk e konsideroj eksperiencë negative, përkundërzi, më ka vlerësuar shumë edhe për të njoftur disa situata të ambientit dhe futbollit shqiptar, që për mu më dukeshin si fantashkencë, domethënë po mos isha brenda. Por kjo është Shqipëria. Tani që je ambientuar, e them kështu, dhe ke parë si funksionon futbolli në shqiptar, sa të vështirë është këtë rrugtim që ta vazhdosh kuptim, të vështirë në kuptimin sa vështirë është për shtatësh, duke qenë se je mësuar një ambient tjetër jashtë me këto lojra atletemi që ndodhen në futbollin shqiptar. Unë nga ana ime, domethënë, unë nuk jam i huaj, unë jam, edhe pse kam ndërtuar mbi 30 vjet në Itali, unë jam shqiptar, domethënë, dhe pak a shumë mentalitetin shqiptar e njoh. Nuk e njihsha mentalitetin, domethënë, në brendësi si mund të funksionoj brenda e klubi. Por unë jam i idesë që një president, kur thret një drejtor ose kur thret një trajner, duhet t'i kërkoj atij personit t'i japi objektiva. Domethënë, dëgjoj Sokol, unë prej teje du të arrisim në kupat e Evropës, të promovojmë lojtarët e lirë, të bëjmë merkato, të çesim lojtarë që në vinë të ardhura për me marrë ekipin dhe të lejnë me punu, domethënë ta bësh këtë gjë që të kërkojnë. Por mendoj që nuk është, domethënë, një gjë që zbëhet, mjafton t'i vesh, si i thënë, pikat mbi që në fillim, edhe nuk është është gjë e vështirë. Kur organizohesh edhe punon, nuk është gjë e vështirë. Çfarë mendon se nuk shkonte te Partizani atë periudhë, edhe çfarë mendon se nuk shkon tani te Partizani? Se po të thuash, nuk është prap në atë nivel që Partizani duhet të jetë. Atëre, tek Partizani, për mendimin tim, presidenti Demi është një nga presidentet që shpenzon dhe krijon kushtet, domethënë unë jam rrit nga ana profesionale e futbollit në Itali. Kushtet që ka te Partizani i gje edhe nëpër kategoritë profesioniste në Itali. Mund ta paragonosh me një klub të series B. Dhe shpenzimet atij presidenti kundrejt klubit janë shumë të mëdha. Domethënë është një person që t'i krijon të gjitha kushtet e mira me punu. Por vështirësia ime, impakti im ishte që shumë persona përreth presidentit ishin më tepër, domethënë detyra ime si drejtor ishte, unë shkoja në orën 9:30 në klub. Dhe diçka nga klubi, mbasi djemt kishin ëngër darkën. I thoja natën e mirë dhe iksha. Presidentin flisnim me atë fillim deri në momentin që ai kuptoi çfarë pune mund t'i bëja unë. Unë kisha idetë mia, domethënë se një klub duhet mbahet edhe nga shitjet e lojtarëve dhe duhet të kesh kujdes edhe te blerjet që bën. Nuk diskutohet. Domethënë neve një nga punët që bëm te Partizani kemi larguar muajin maj mbi 12 lojtarë, për lojtarë që nga ana monetare i kushtonin shumë klubit. Dhe u munduan, domethënë, në atë periudhë sepse nuk po na jepshin okay me marr lojtarët që si numër na duheshin, morën shumë lojtarë nga akademia dhe i promovuam. Dhe çelësi i suksesit një klubi, sidomos një klub si Partizani, mjafton të shohësh në vende të fshinj, domethënë në Ballkan. Çka ka bërë Steaua Bukureshtit, Dinamo Zagrebit, Partizani i Beogradit, domethënë në çdo skuadër që ato, janë gjithë skuadrat që luftojnë për titull, kanë gjithmonë në organigramën e lojtarëve kanë 4-5 lojtarë
të ri të talentuar që në disa momente caktuara të kampionatit ti udhësh në fush. Duke udhë në fush ti në një farë mënyrë ke udhë në treg. Po, e vërtet, po. Sepse në fund fare një nga idetë e mia është kjo që në Shqipëri pak presidenta kanë shijuar megjithënë atë guston e fitimit nga futbolli. Sepse për mua presidentët e klubeve në Shqipëri në këtë situatë që ndodhet futbolli për sa i përket të ardhurë janë heroj. Sepse marrin lekët nga biznesi i tyre, nga familja, edhe i hudhin në ekip. Dhe kjo gjë mbas një farë kohe edhe të lodh, sepse je vetëm jep, është ne vërtet shesim lojtar, por Shqipëria mund të ketë mundësi me shit shumë më tepër lojtar se sa shiten. Por duhet të ndryshojmë një çik mentalitet, sepse në gjithë botën, për shembull, po ti shohësh skuadrat e nivelit të mesëm ose që luftojnë mos me ranga kategoria në gjithë kampionatet e lindjes, mosha më e madhe e lojtarëve gjen 24 vjeç. Sepse ato do të mbijetojnë duke shit lojtar. Po, e vërtet. Këtë gjë këtu në Shqipëri në një farë pike kam pa që bë Bylisi. Që bë një gjë tillë. Kurse skuadrat e tjera luftojnë gati 4-5 për medal kampion, 2-3 për mesmeranga kategoria. Ideja është që qëndron pak aty tek ajo pjesa që thej për presidentët që janë heroj. Absolutisht po se derisa të bëhen këto ligje i sportit, të sponsorizimeve pastaj, atëherë sporti shqiptar le të themi do marrë hapa të tjerë, edhe do flasim ndryshe me shpresë, por në momentin që nuk ke financa, pse duhet të marrësh një ekip në qafë, le të themi kështu, po flasim në gjuhën zhargon tani. Sepse duhet kuptosh një gjë, futbolli të jep një adrenalin që pak dhe një imash që pak gjëra që ti mund të bësh ne t'i japi. E vërtet është kjo, po. Dhe shumë presidenta kur ndodhen domethënë në ato lloj pozicionesh nuk duan të humbasin imazhin, kënaqësinë, pastaj mundohen, domethënë në kampionatin shqiptar deri para disa vitesh kishte kontrata vetëm një vjeçare. Po. Që nuk ka kuptim si mund të marrësh një ekip me kontratë një vjeçare në fund vitit ikën lojtari. Edhe janë të pakta klube që bëjnë programe afatgjata. Domethënë një nga gjërat kryesore është ti duhet të kesh një buxhet, për shembull siç funksionon, flas për Italinë. Po. Presidenti të vend dorë një buxhet. E kontrollon buxhetin, se nuk është ti ty lekët ti bëj çfarë dush, domethënë gjithmonë në bashkëpunim, edhe me atë buxheti do arritësh objektivat që ti ke arritur. Po. Edhe në Shqipëri kështu duhet të jetë, domethënë nuk duhet marrësh lojtar me e themi me 10.000 euro në muaj kur ti nuk i ke gjitha muajt me dhënë lojtarit. Pastaj janë ca rregulla tjera që në Itali jepet garanci bankare nga ana presidentit, domethënë që momentin që nuk shkojnë rrogat i të riqet garancia që ka lënë bank, po Shqipëria është akoma herët për... Jemi shumë larg asaj që, jemi shumë larg se funksionojnë asnjë zinxhir për të shkuar deri aty. A janë presidentët, a ka në Shqipëri, në kampionatin tonë, president që merr vesh nga futbolli? Atëherë... Në kombështrimin tënd të flasim. Që marrësh vesh nga futbolli... Jo tifoz, po them që merr vesh. Që të marrësh vesh nga futbolli, unë mendoj që duhet ta kesh luajtur, duhet ta kesh jetuar, sepse ka disa dinamika brenda një skuadre, domethënë dhomat e zhveshjes, grumbullimet, ndeshjet e forta, ndeshjet e dobta, domethënë një person që nuk e ka jetuar i duhet kohë. Po domethënë çdo gjë në jetë mësohet, nuk është se nuk mësohet. Për shembull të marr një shembull, një president që për mendimin tim është shumë i përgatit edhe nga ana e riorganizimit ose strukturimit të skuadrës është Taka i Skënderbeut. E vërtet është kjo, po. Edhe në biseda një tjetër president, domethënë që më ka lënë shumë bresa kur kam bërë bisedime është Koço Kogdime i Apollonisë. Janë disa presidenta që kur flet kanë filozofinë e tyre
Por tash, në çdo lloj biznesi, ne kemi presidentë që janë ndërtues. Nuk është se presidenti do marrë vesh si ndërtohet pallati. Merr arkitektin, merr inxhinierin. Po. Kështu duhet funksionojë edhe një skuadër futbolli. Po. Do të thënë, kur ndërtojnë një pallat, nuk është se shko shoku presidenti thotë jo bëhe kështu, bëhe me 7 kate, bëhe me 2 kate. Është inxhinieri ose arkitekti që vendos se si do. Kështu duhet funksionojë edhe në futboll. Si është kampionatin shqiptar këtë sezon? Kampionati shqiptar është shumë i realizuar këtë vit. Është i çik shumë i rrezikshëm sepse në 10 skuadra që janë, imagjino 3 nga këto skuadra, 2 bin nga kategoria, e treta rrezikon të bi. Domethënë është gati 30% e kampionatit që rrezikon. Domethënë për 10 skuadra është i çik shumë tensionuese, është e mbushur me presione, sepse kjo gjë të rrezikon domethënë të humësh kategorinë. Dhe kampionati në përgjithësi është i kampionat që ndodhin gjëra që në pak vende të tjera ndodhin, për shembull këtu skuadra vendit të parë me vendin e fundit. Po. Sidomos që në përfundim të kampionatit ndodhin këto, kam thënë. Jo, po, edhe gjatë kampionatit dhe nuk e kam me aspektin që mund të ketë siç mendojnë shumë njerëz që thonë jo po ja lanë, jo po ja morën. Nuk e mendoj këtë. Është thjesht që pse ndodh atëherë? Shpeshherë ndodh edhe nga ana e përqendrimit, nga ana karakteriale, domethënë që kemi ne shqiptarët. Po të mash mend kombëtarët shqiptarët deri para 10 vjetësh, ne hanim gol kur bënim neshë më të mira deri minutën 80, 0-0 pastaj fund fare. Edhe kjo në jenë Shqipëri, për shembull ku një ekip që fito 2, 3, 4, 5 neshje, është edhe i gjë natyral që filloi e relaksohet, edhe mund ndodhin. Relaksohet, skuadrën e vendit fundit e merr pak si skuadër të dobët në fushë edhe. E merr me nge dhe kjo është i çike vështirë. Tash është një kampionat që për mendimin tim për të ardhurat që prodhon, unë do dëshiroja që mosha mesatare lojtarëve të ishte shumë më e re. Sepse ne nuk kemi luksin të majmë për vite me radhë ose lojtarë, domethënë me rroga mbi 7-8.000 euro, sepse në fund fare të vetëmëtarëve që ka klubet janë nga pjesëmarrja në Kupën e Evropës. Edhe nga ndërshitje lojtarësh. Që do të thotë duhet të jenë rrogat më të ulta? Për mendimin tim, rrogën e lartë ta kërkoj lojtari që ka eksperiencë. Po. Rroga e lartë të sjell kualitet në kampionat. Absolutisht, po. Kur ti nuk e ke këtë buxhet, për shembull që një ekip për mendimin tim të marrë pjesë ose të luftojë rregullisht për të tentuar për me hyrë në grupet e Conference Ligës të emi, ta e demonstroi edhe Skënderbeu kur hyri. Domethënë, rrogat ishin minimalja 5-6.000 euro, po kishte lojtarë që preknin edhe 15.000 euro në muaj. Dhe ti vetëm po patë buxhet, mund të krijosh skuadra me synime të tilla. Në momentin që nuk e ke këtë buxhet, ti duhet të gjesh një zgjidhje tjetër. Dhe kush është zgjidhja? Zgjidhja është lojtar nga akademia, lojtar të ri, të marrësh trajner që të rrisi nivelin e lojtarëve, domethënë trajner që din me punu me 30 i udhin në fush. Domethënë sot në kampionatin shqiptar i gjë që mungon shumë janë që në për ekipet tona ka shumë pak lojtar, për shembull 17 vjeçar, 18 vjeçar. Domethënë që bëjmë pjesë në një ndjeçe titullare mund të ketë 2 në gjithë Shqipërinë, në gjithë skuadra. Edhe ai që lutet Arifi që lutet Durrësi tek Teuta. Edhe kjo gjë ndonjëherë sepse ka trajner që si thonë, unë para se të fus triun, do ruaj vendin e punës, më mirë të fus ekspertin. Po, është i gjë që shkon automatikisht eksperti do më tepër lek, presidenti ka më tepër shpenzime, po kjo gjë është sepse asnjë deri më sot e ka bërë, se po të filloj ta bëj një dhe ti shohin frutat e kësaj lloj politike, do vi koha që pastaj gjithë tjerë do e kopjojnë.
Nëse do të kishe mundësi, do të vinte mundësia të zgjidhje një nga 4 ekipet që janë Final Four për momentin tani në kampionatin shqiptar, dhe të aplikoje këtë lloj strategjie që sapo tregove, cila do të ishte? Cilën ekip do të merrje, do e brymosje? Jo, domethënë, do të thënë është e drejta jote, të ka ardhur ofertë nga një. Është për shembull Vllaznia po tenton të provoj, po akoma nuk po fut akoma lojtarë të rinj. Domethënë, edhe pse synon dali kampion, të eci përpara, por po them unë e them edhe për eksperiencën time. Vllaznia është i Brazili vogël i Shqipërisë, domethënë prodhimin që ka, talente që ka Shkodra, vështirë ta gjesh edhe në vendet e tjera këtu në Ballkan, domethënë ka talente. Është vërtet. Po Vllaznia në fakt ka provuar disa talente nga akademia. Absolutisht. Dhe për shembull zgjedh rrugën, fitoi titullin, sepse si thash, titulli është vetëm gjë që sjell oksigjen në arkat e klubit. Kurse sidomos pas ka shumë vitesh. Egnatia po tregon, domethënë merr lojtar ekspert, i paguan ndër më të paguarit kampionatit shqiptar, por po arrin rezultatet. Domethënë që ti më përpyetjen që bëhet që ti sokol ku mendosh që mund ta bësh këtë gjë, varet nga jo ku politika, mendon, varet nga politika dhe çfarë kërkon një president. Sepse un po ulem me një president, do thotë unë vitin tjetër du dal kampion, domethënë kampion nuk del automatikisht. Do tentosh se një e fito kampionatin, aty janë 10 skuadra. 4 pretendojnë e fitojnë vetëm një. Por ti në bazë politikave që të jep presidenti, pastaj duhet vesh edhe diçka nga vetja jote, domethënë ti bindesh që po të fillojmë këtë rrugën tjetër, mund të kemi fitime të mira për vitet e ardhshme. Po tek cili ekip ke dëshirë ti, po them, domethënë ku mendon ti se mund të negociosh më thjesht për ta aplikuar? Atëre se dhe Partizani mund të themi që e provuam, por jo, është diçka që unë jam gjithmonë një idesë që politikën ose zgjedhjen e një drejtori, edhe domethënë atë që do ndjeki drejtori vlen shumë, varet shumë edhe nga ajo që dëshiron presidenti. Për shembull, Partizani është klub që njihet në gjithë Evropën. Tirana është klub që njihet në gjithë Evropën, domethënë janë klube me emra. Flamurtari po ashtu, Vllaznia po ashtu, Egnatia në vitet e fundit domethënë kanë bërë gjë kolosale. Por duhet shohë që në të ardhmen, domethënë politikat që do ndjekin këto klube, sepse unë tek puna ime nuk jam tifoz me asnjë. Normal, po. Edhe pse jam rrit te Partizani, është normale. Je rrit, nuk mund ta moja gjë, por me punën që unë bëj, ti bën tifo për ku ke interesat e tua. Normal, diskutohet. Të pëlqen si po e drejton ekipin trajneri aktuali Partizanit, Kërnaja? Më thënë, kjo ka qenë një bast shumë i madh i presidentit Demi. Kanë arritur, do më thënë, që e nxori skuadrën nga një situatë, edhe pse du të themi gjë që edhe mbasi unikat te Partizani kishte element si preparatori portierëve, preparatori atletik, team manager, struktura, ishte një strukturë do më thënë që mund ta dëshiron të çdo klub tjetër në Shqipëri, do më thënë ishin njerëz të përgatitur. Dhe mendoj që tek puna që ka arrit Partizani sot, ose rezultat që ka arrit, merit ka trajner, sepse është ai i pari që i përgjigjet, por ai ka nga mbrapa një staf shumë të përgatitur, sepse është diçka që unë e njoh e kam jetuar aty. Është trajner me pak eksperiencë në kampionatin ton, kur je, do me thënë, trajner i ri, je edhe i qik, do me thënë, si kur je i ri, shumë gjëra ti i bë për inerci, nuk mendohesh dy herë. Në futboll duhet i qik më self-control, duhet më pjekuri, te zgjedhjet që bën
shumë herë mund dalin mirë, por shumë herë mund dalin keq, por për eksperiencë, do të thënë për atë pak kapacitet CV që ke, është normal që do të ndodhi. Do të thënë mendoj që është një përgjegjësi e madhe përfaqësosh si klubi Partizanit, por thash për të gjykuar një trajner nuk mund ta gjykosh në 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj. Një trajner gjykohet për disa vjet, domethënë karrierën e tij. Në fund fare, nëse Partizani arrin objektivat që ka përkësit, domethënë të arrin në kaçe për të kapur kupat e Evropës e gjitha, mund të thua që ai ka bëj punë të shkëlqyer. Por nuk mund të japësh notën 10. Ti duhet ta shohësh kampionatin tjetër, domethënë që të shpresh që ky trajner ka diçka, mund bëhet dikushi. Në Itali thënë gjithmonë, një herë fitojnë të gjithë. Kush fiton 2, 3, 4 herë, atëherë do të thotë që e kanë DNA. Si mendon se do të aplikohet kjo formula re këtë sezon? Formula finalforit. Po, se eksplorojmë, po. Tani përgjithësim pikësh. Është i çik më i mirë se ajo e para, sepse të arrisësh i pari në kampionat, vija në vend 4 fitoj, por edhe këtu për shembull ekipi që është në vend 4, nëse diferenca me vendin e parë është 6, 7, 8 pikë, kampion ti nuk del, sepse duhet i humbin gjithë ato ndeshjet. Domethënë, edhe këtu duhet pas kujdes, sepse ne shqiptarët e kemi dyshimin gjën e parë, për shembull ai që arrin vend 4, themi mund t'ja lej vendit parë, ja lej vendit dytë, domethënë humbi çik interes kjo. Po përderisa sepse shumë vete ankohen për këtë formulë, unë mendoj që kur vendoset formula ngrejnë dorën presidentët e skuadrëve, se nuk e vendos vetë federata. Domethënë, nëse kjo formulë vazhdoi pëlqen, është mu do më pëlqente më tepër, si themi, alla italiana, domethënë kush arri i pari del kampion. E po ne nuk ngrejmë të dorën për asgjë, kështu që do të bindemi çdo gjëje. Cila nga skuadrat po spikat në këmbvështrimin tënd në kampionat këto momente? Ky ka qenë e vetmja skuadër që ka pas i çik vazhdimsi, domethënë është Vllaznia, sepse nëse zgaboj ka qenë mbi 15 javë e para në vendin e parë, edhe pse ka pas luatit e veta, domethënë mendoja që Dinamo me atë që kishte treguar në fillim do ishte një nga pretendentët kryesor. Kam pas këtë luatje që ishte goxha e madhe. Egnatia konfirmohet vit për vit, si shifet edhe nga rezultatet, nuk është Egnatia e 2 viteve përpara që, si me thënë, e hante kampionatin, por Elbasani është i skuadrës, domethënë për organikën e lojtarëve që ka është duke marrë maksimumin. Dhe fund fare, thash duhet të shohim se me javët që kanë ngel qoftë zgaboj janë edhe 6 javë. 6 javë diçka dhe po. Pa llogaritur ato. Plus 3 ndeshjet e 3 javët e Final Four, domethënë janë dhe 9 ndeshje, ka 27 pikë. Në diskusion, domethënë një që është vend 4 mund dalë vend parë, varet sepse se si të gjen kjo periudhë e kampionatit. Nëse të gjen mirë, bën mirë. Sa shanse ka Elbasani që të fitojë kampionatin? Duke qenë se ka qenë një nga surprizat e këtij sezoni, le të themi deri më tani. Për mendimin tim, vendi i parë, domethënë duhet pa gjithë të diferenca e pikëve. Po nëse do jetë kjo diferencë që është sot, e them që sot marrë kampionati, ka nëse zgaboj 6 pikë midis vendit parë dhe vendit 4. Janë ato 3 skuadrat e para që në një farë mënyrë mund të kenë 30-30-30 dhe vendi 4 10%. Dhe edhe Vllaznia, edhe Egnatia, edhe Elbasani, nëse arrin me këtë diferencë pikësh, domethënë është gati 1-2 pikë diferencë dhe kanë gjitha të njëjtën përqindje mundësie me dal kampion. Sokol, ku do të shohim gjatë këtyre periudhave? Cili është objektivi yt? Jo, unë
një gjë kam ditë me bën jetë, domethënë që të merresha me futbollin, nuk kam investu në biznese tjera, domethënë çdo arritje që e kam bën jetë e kam arrit nga futbolli, domethënë si themi në shqiptarit i çik jo shumë me etik, kam bën lek me futboll. Po. Dhe mendoj që domethënë kjo do jetë vazhdimësia e jetës time, sepse nuk mund të ndryshoj. Normal, po, në aspektin e futbollit, tham, ku mund ta shoh. Do të shoh veten si drejtues një klubi, mund të jetë Shqipëria, mund të jetë vend tjetër, po kjo është dëshira që un kam. Diçka konkrete ka apo ende? Jo, tani roli i drejtorit një klubi është i rol shumë delikat, domethënë dhe çdo ndryshim që ndodh, vështirë që ndodh gjatë kampionatit, vështirë që ndodh në këtë pikë të kampionatit, sepse sot janë 4 skuadra që luftojnë me dalë kampion. Po. Domethënë edhe përgjegjësia e drejtorëve të përkatës, deri në fund të kampionatit nuk dihet kush ka punu mirë, kush ka punu keq. Domethënë është i çik si më thënë e parakoshme në këtë periudhë, siç edhe për një trajner, domethënë është e parakoshme në këtë periudhë, pastaj presidentat në kokën e tyre mund të kenë ide, po personalisht nuk kam fol me asnjëri. E sheh veten tek Skënderbeu në një të ardhme? Duke qenë sa përmendë presidentin Taka edhe nuk e di për një lidhje. Për presidentin Taka thash më pëlqen sepse është një nga ato presidentë që merr Po dhe Skënderbeu pretendohet që të dali në superiore me shpresë. Domethënë unë përderisa i kam vënë synim vetes, domethënë që bëj këtë në këtë pjesë të jetës, domethënë në punën e drejtorit, do valutoj domethënë çdo lloj oferte, pastaj do e vendos edhe në bazë asaj që më kërkohet edhe në bazë asaj që unë mund të jap atij skuadrës. Nuk është se i pari që do marrin telefonin e them po do vi se jam mes katër rrugëve. E vërtet. Lëm pak futbollin më janë, kështu të flasim pak për jetën tënde private, nuk e di se sa mund të cekim aty. Ke 2 fëmijë mos gaboj? Një djalë dhe një vajzë? Kam një djalë 24 vjeç dhe vajzën 20 vjeçe, që kam me martesën time të parë në Itali, kurse këtu në Shqipëri, domethënë prej 4 vjetësh kam gruan time që është edhe me origjinë shqiptare, dhe i dedikojmë shumë familjes, jam shumë i lidhur me fëmijët e mi. Ato të dy jetojnë në Milano sepse vajza studion, kurse djali duke qenë DJ e ka si bazë Milano dhe lëviz në gjithë botën. Se bëre do të futbollist? Atëre jam shumë i lumtur që nuk është futbollist, sepse ai ka bërë 8 vjet shkollë futbolli dhe unë me batuti thoya ti as arbitër nuk do bësh, sepse futbolli nuk është sepse baba ka luajtur futboll, se baba është menaxher futbollist që do bësh futbollist. Në një farë mënyrë duhet talenti. Normal. Domethënë si më u bë këngëtar, si më u bë gazetar, vullneti, talenti, gjitha po. Dhe është i çik por jam i lumtur, domethënë kështu si kanë shkuar, ai është i lumtur për zgjedhjen e jetës që ka bën, unë kur jam fëmijë të lumtur jam dhe i lumtur. Pastaj jeta në Shqipëri me Vin shpesh në Shqipëri apo shkon ju? Vin. Unë zakonisht një herë në muaj shkoj i takoj, pastaj sot në Tirana me Milanon, shko më shpejt në Milano se sa në Shkodër. Po. Në avion vërtet kjo në fakt. Edhe e ndaj jetën time, domethënë duke pa fëmijët, lëviz në weekend, zakonisht shoh ndeshjet, me bashkëshorten. Ajo është një biznesmene shumë e ndjekur nga puna vetë, domethënë ka një përgjegjësi të mëdha për atë që drejton dhe bëjmë jetën normale. Shkonin bashkëshorten, shikonin ndeshje apo? Po. Zakonisht ku lu kombëtarja. Zakonisht ku lu kombëtarja. Po, domethënë kampionatin shqiptar. Është i çik. Jo, më mirë jo. Duke që se folëm ceke pak kombëtaren, si të zhdukur në ndeshjet e fundit? Një ndeshje me Polonin dhe Ukrainën pastaj miqësore. Shumë i mërzit sepse mendoja që megjithëse ne kishim mundësi duke pasur atë që dha Polonia në fushë, që mund të kishim gjitha shanset për tentuar për provuar këtë aventurë. Fati nuk që me ne, me të drejtën Silvinin e kanë vënë në kryq për zgjedhjet që ka bë.
edhe unë jam i asaj rryme, do me thënë që mendoja që mund të kishe bë dhe më mirë. Nuk është e thjesht të bësh trajnerin e kombëtarëve shqiptare, edhe për karakterin që kemi ne si tifoza, por me këtë brez që kishim, duhet kishim provu të bënim diçka më tepër. Nuk duhet të kënaqemi se marrim pjesë në Evropian, sepse kur kombëtarët shqiptare ke 10 lojtarë që luajnë kampionatet elitare të Evropës, nuk kemi më Shqipëria e dikushme që luajnë 2 jashtë shtetit e gjithë kampionatin shqiptar. Dhe ajo që do më pëlqete, sepse thash, unë jam i fiksuar, do me thënë, me lojtarët, ne duhet japim shansin lojtarëve të rinj, po edhe tek kombëtarja, sepse Polonia e tregoi futi një 17 vjeçar në fush, do me thënë, ishin në humbje 1-0, futi një 17 vjeçar në fush. Po ndisha Italin me Bosnjën, Bosnja eliminoi Italin, futi një 17 vjeçar, një 18 vjeçar në fush. Do me thënë, ajo e Italis ishte pastaj dram. Dhe por tani të shohim çfarë do zgjedhin, se si do rindërtohet, është i çik për të rinovu kombëtarja. Shohim. Po tash për mendimin tim, mundësinë që kemi pas këtë vit, vështirë që do na përsëritet në vitet e ardhshme. Po për Kosovën e ke ndjekur, besoj? Po për Kosovën e kam ndjek shumë, më pëlqej shumë ideja e futbollit që ka trajneri i Kosovës. Një rast partikolar më i mend, unë kam qenë para 2 vjetësh në Kosovë me pa Prishtinën, pas këtë një mbrojtës Majt Galopeni, që sa e kishin marrë ekipi të rinjve. Ai mas një muaj që unë e kisha parë mori kombëtare, u shit direkt se sot luam Poloni dhe bën diferencën. Vërtet bëri diferencën, po. Këtë duhet bëjmë edhe ne. Domethënë, krijojmë, sepse në këtë lloj mënyrë ti krijohet treg. Ne fusim informacion lojtar që s'marrin minuta në fakt. Në të gjitha zgjedhjet, unë kam bërë shkollën në Coverciano, kam patentën UEFA për trajner. Masi kam lënë futboll, kam bërë shkollën në Coverciano të Italisë, që është një nga shkollat më të mira për trajnerët e futbollit. Dhe atje kam kuptuar që vërtet mora diplomen e gjitha, po i shokëve i thonë, po e marr, ta kem si dituri, po sepse të bësh punën e trajnerit, domethënë është gjëja më e vështirë. Ti fito, je në qell. Po. Humbet, po domethënë shumë gjëra janë edhe nga zgjidhjet e tua dhe duhet edhe pak fat. Domethënë Silvinho do përgjigjet për zgjedhjet që ai që ka bën, nuk më merr mirë i ka vënë njëri pushkën do luaj ky ose do luaj. Pak kështu imagjinoj unë. Sipas pyetja e fundit edhe do dorim të vazhdonim akoma bisedën bashkë. Sipas teje, kush e fiton kampionatin shqiptar këtë vit? Duke parë Turin. Atëherë duke marrë parasysh edhe surprizat që mund ndodhin nga fundi. Domethënë, duke pa atë që ka tregu deri sot në fush, edhe nëse nuk do i pëlqej shumë vetja, them vllaznia. Por duke pa Dinamon e fundit, do mendoj Dinamo do jetë jashtë, në Kaçës do jetë brenda Kaçës, sepse domethënë me Elbasanin bën një... Po pra, do të një kthim shumë i madh. Një gjë gjigante. Egnatia është garanci, sepse janë lojtarë që janë mësuar me fitues. Domethënë, kjo është gjëja kur ti për shembull them një gjë të zanatit drejtorit, që ti bësh një skuadër me fitu, duhet që tek ajo skuadër që ti krijon, ketë sa më tepër lojtarë që kanë fitu kampionatet, sepse është mentaliteti që ndryshon. Mund të jesh shumë lojtar i mirë e gjitha, por kur nuk ke fitu kampionatin karrierën tënde, domethënë të fitosh, të rrit shumë bindje që ti mund të fitosh akoma. Dhe për shembull këtë gjë Ignati e ka që skuadrave të tjera i mungon. E vërtet është. Kjo e ndikon edhe nga financa, ka një financë stabil, kështu që tash kampionati shqiptar është i çik ti mjafton të shohësh që nga gjithë neve që kemi luajtur jashtë, por duke jo vetëm unë, por edhe lojtarët e kombëtarëve shqiptare që kanë pas karriera shumë mëdha nëpër Serie A, në Bundesliga gjitha, nuk ka një që ka investuar në futbollin shqiptar. Sepse për mendimin tim nuk janë puqur kushtet siç duhet. Tash, këto që janë sot janë heronj.
presidentët sot janë heroj, domethënë që Nuk jam pushur kushet, po edhe mendja. Një person që di dhe një person që nuk merr vesh nga futbolli, kështu që nuk bën tot kur bashk. Edhe vetë se si, domethënë, futbolli në Shqipëri nuk sjell të ardhur përveç se edhe po dalësh kampion, ke nxjerr lekët e shpenzime për vitin tjetër, domethënë nuk të bën të bësh investime. Po, e vërtet, po. Dhe prandaj këto që më përpara kanë qenë futbollistat kombëtarë nivele të larta, për shembull në Kroaci ndodh që shumë lojtarë shkojnë e investojnë, marrin klube në serien C, në serien B kategori 2 kategoritë kroate, domethënë bëjnë investim sepse e dinë që është i biznes që do të kuptosh që futbolli është një industri që po të dish ta bësh, fito lek. Pastaj po ta bësh me si më thënë të jesh sanguin ose kokfort që jo do e fitojnë këtë e bë, atëherë është momenti që ti humb lek. Kështu që në Shqipëri funksionon kjo fulli më shumë se nuk ka më arsye tim, nuk argumentojmë dot më. Sokol, faleminderit shumë që ishe pjesë e Topcastit. Shpresoj që herën tjetër kur të vish të flasim ndoshta për pozicionin dhe skuadrën që do të jesh, edhe turisa më shpejt jesh te skuadra që ke për synim. Faleminderit dhe ju shumë që na ndoqët, teksa ne do të shihemi sërish javën e ardhshme. Deri atëherë, mos harroni të na bëni share, like dhe subscribe në kanalin e YouTube-it. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.